Leonida, të përshëndes, është vënë re një stabilizim i çmimeve të apartamenteve sa i takon tregut imobiliar në qytetin e Durrësit, por vjet re edhe një lulëzim, nëse mund ta themi kështu, të Airbnb-ve apo jo, të apartamenteve që lëshohen me qira ditore. Ka ndikuar shtimi dhe numri i turistëve të huaj në këtë fenomen, le të themi? Përshëndetje Kassandra, pa dyshim që ka ndryshuar sepse qyteti i Durrësit vizitohet masivisht në çdo periudhë të vitit. Nuk ka rëndësi muaj, pasi siç e kemi thënë edhe në lidhjet e mëparshme që qyteti i Durrësit ofron turizëm pothuajse në çdo fushë, nuk është vetëm via Bregdetare ajo që mbret turistët përgjatë muajve të verës, por janë cilet arkeologjike, është historia e qytetit të Durrësit, një qytet me mbi 3000 vjeçar që ka çka u ofron shtetasve të huaj të cilët e vizitojnë masivisht të qytetin e Durrësit, sikundra thamë edhe pak më parë në çdo periudhë të vitit. Kjo i ka bërë që apartamentet të cilat jepen me qira ditore të shtohen dita ditës, madje dhe ka patur një bllokim të tregut apartamenteve të cilët merren me qira pa gjatë. Kjo pasi interesi i pronarëve ka qenë që këto të lëshohen me B&B, pasi fitimet janë më të mëdha dhe e kanë pothuajse të lirë në çdo kohë apartamentin e tyre në momentet që atyre ju kërkohet për të kanë oferta për të u marrë me qira nga turistët e huaj. Kjo ka bërë që qytetarët durrësar ta kenë disi, le të themi, të vështirë, le të themi, gjetjen e Mirë, duket se kemi një vështirësi në komunikimin me kolegun Leonida Musaj, por sikundër po raportonte edhe pak më herët, ka ndikuar jashtëzakonisht shumë edhe prania e turistëve të huaj në këtë lulëzim të apartamenteve që lëshohen me qira ditore. Po, Leonida? Po thoja Kassandra që edhe qytetarët durrësake kanë të vështirë për të gjetur një shtëpi me qira në një kohë afatgjatë, pasi pronarët kanë gjetur një zgjidhje tjetër për t'i dhënë me qira apartamentet e tyre tek turistët e huaj, të cilët i kërkojnë dhe kanë pagesa më të mira. Për sa i përket çmimeve në tregun imobiliar në qytetin e Durrësit, përgjatë muajve të fundit ka patur një stabilizim të sistemit të çmimeve, dhe por edhe një mungesë të kërkesës për të blerë apartamente në qytetin e Durrësit. Kjo pati një lulëzim, le të themi, përgjatë viteve të fundit, ku shtetas Ukrainas, hungarez dhe nga vendet e lindjes të cilët kishin një interes të jashtëzakonshëm për të blerë banesa në qytetin e Durrësit, dhe sidomos përgjatë vizë bregdetare, por rritja e çmimeve në këtë kohë që një rritje, le të themi, me hapa shumë të shpejta dhe çmimet po ngriheshin dita ditës, ka patur një stabilizim edhe të kërkesës. Pra nuk ka kërkesa sikundër kemi patur përgjatë 2 vite më parë, por kemi një, le të themi, një stabilizim të çmimeve, por edhe një tkurrje të kërkesës për blerje të apartamenteve në qytetin e Durrësit. E kuptoj. Mirë, ndërkohë ti ke patur mundësi, Leonida, që edhe të bisedosh me agent imobiliar. Ndjekim pak edhe një pjesë nga intervista që ke kryer. Në 4-5 vitet e fundit, qyteti i Durrësit ka patur një rritje të çmimeve të pronave, kryesisht apartamenteve. Kjo ndodhi kryesisht pas periudhës tërmetit ose edhe pas periudhës së pandemisë. Ka një sjellje goxha interesante, sidomos të popullatave të huaja. Nëse në 100 vite përpara, ose në 100 vitet e fundit, sjellja e familjeve ka qenë që tentonin të shkonin nëpër zona industriale për të bërë karrierë, për të forcuar gjendjen e tyre ekonomike. Tani tendenca, sidomos pas pandemisë, është që të shkojnë më pranë natyrës. Në qytetin e Durrësit kemi një fakt të jashtëzakonshëm se pothuajse 3/4 e qendrës së qytetit, po dhe i pjesën e mirë e periferisë, është pranë detit dhe në një rrezë për 1 kilometër preket, që është edhe pjesa kryesore dhe më interesante që kërkohet më tepër nga tuajt, por dhe shqiptarët. Muajt e fundit fatmirësisht kemi vënë re që ka një lloj qetësimi ose stabilizimi të rritjes së çmimeve, nuk ka më një rritje intensive dhe kjo është pozitive. Mirë, Leonida, unë falenderoj për intervistën që ke kryer, për edhe për raportimin e drejtë për drejtë.